إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala, prej tij ndihmë kërkojmë vetëm prej Allahut falje për gabimet tona, kërkojmë atë që udhëzon Allahu, askush nuk ka mundësi ta devijojë, dhe atë që lën Allahu në devijim në humbje, askush nuk ka mundësi ta udhëzojë pas tij. Salatet, selamet, përshëndetjet tona më të përzemërta qofshin mbi të dërguarin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi familjet e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbar besimtarët të cilët e pasojnë rrugën e pejgamberit Muhammed deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar besimtar, gjithë besimtarët bashkë me ne e përjetuam një muaj madhështor, një muaj të begatë të Allahut subhanahu wa taala, muajin e Ramazanit, ku besimtarët e adhuruan Allahun azza wa jall përmes agjerimit, përmes namazeve, përmes leximit të Kuranit, përmes sadakas, zakatit e kështu me radhë. Padyshim që gjithë besimtarët kanë ndjerë atë dallim dhe atë ndryshim mes Ramazanit dhe muajit tjerë. Padyshim që besimtarët u lidhen me Allahun subhanahu wa taala dhe u ndihen të qetësuar zemrat e tyre. Dhe Allahu azza wa jall këtë kërkon prej besimtarëve. E kërkon prej besimtarëve që ata të jenë të lidhur me Allahun subhanahu wa taala dhe mos të shkëpusin lidhjet me Allahun azza wa jall. Sepse lidhja me Allahun subhanahu wa taala sjell qetësi në zemra. Lidhja me Allahun sjell lumturi. Lidhja me Allahun largon mërzim. Lidhja me Allahun largon brengat. Lidhja me Allahun azza wa jall t'i bën lutjet e pranuara tek Allahu subhanahu wa taala. Kur jem më në vështirësi, ai i cili të ndihmon dhe ta qetëson shpirtin dhe mendjen tënde është Allahu subhanahu wa taala. Është besimi tek Allahu azza wa jall. Është mbështetja jote tek Allahu subhanahu wa taala. Është rënkimi yt shpirtëror që ja shpreh Allahu subhanahu wa taala dhe vetëm ai, Allahu azza wa jall, të mbështet dhe të mbron. Dhe vetëm ndihma Allahut azza wa jall të mëshiron dhe të përkëdhel ndihma dhe mëshira Allahut subhanahu wa taala. Vëllezër të dashur besimtar, ai i cili është i lidhur me Allahun, ai asnjëherë nuk humbet. Ai i cili i shkëput lidhjet me Allahun subhanahu wa taala, ai do të humbë, qoftë në këtë dynja, qoftë në botën tjetër. Ajo që kërkohet prej besimtarëve është që besimtarët lidhjen që e kanë krijuar gjatë muajit të Ramazanit me Allahun subhanahu wa taala ta vazhdojnë dhe mos ta këpusin. Dhe qoftë ajo lidhje edhe e dobësuar ndoshta nga dikush, por mos të shkëputet. Mos të shkëputet lidhja me Allahun subhanahu wa taala. Allahu azza wa jall në shumë ajete i ka lavdruar ata besimtarë të cilët i mbajnë lidhjet me Allahun subhanahu wa taala. Thot Allahu, qad aflaha al-mu'minun, me të vërtet kanë fituar dhe kanë shpëtuar besimtarët. Por kush janë ata të cilët kanë shpëtuar? Kush janë ata besimtarë? Na tregon për cilësitë e atyre besimtarëve Allahu, kur thot alladhina hum fi salatihim khashi'un, ata të cilët në namaz janë të nënshtruar nga Allahu subhanahu wa taala. Dhe më pas i përmend edhe cilësi tjera dhe ata të cilët janë të larguar nga e kota. Qofshin ato besime të kota, sikurse shirku, dhe qofshin ato veprime të kota si humbja e kohës, aty ku nuk shpërblehet besimtari. Dhe ata janë të cilët japin zakat. Dhe ata të cilët po ashtu i mbrojnë organet e tyre gjenitale nga harami, nga ajo që i ka ndaluar Allahu, përpos
nga jo çka ja u ka lejuar Allahu subhanahu wa taala, aty ata nuk janë të qortuar. E kushdo që kërkon ndonjë veprim tjetër dhe i shkel këto rregulla, atëherë ai është dëmbërës dhe keqbërës. Në vazhdim, i lavdron Allahu besimtarët, sepse ata janë të cilët e ruajnë emanetin që e kanë marrë mbi supët e tyre prej Allahut subhanahu wa taala. Emanetin e kanë marrë besimtarët kur kanë thënë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Ky është emanet. Ke dëshmuar si je robi Allahut azza wa jall, se nuk ka tjetër të adhuruar posa Allahut azza wa jall, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari yt dhe mësuesi yt. Kjo është emanet. Kjo është emanet që para se të krijojë Allahu azza wa jall qiellin dhe tokën, ka krijuar shpirtrat e njerëzve dhe u ka marrë këtë emanet. Ku shpirtrat tonë para 50.000 viteve, para se të krijojë Allahu qiellin dhe tokën, ka dhënë këtë emanet ku Allahu azza wa jall ka pyetur gjithë njerëzit deri në ditën e gjykimit, gjithë ato shpirtra. I ka pyetur: "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala. A nuk jam unë Zoti i juaj? Kanë thënë po, ti je Zoti ynë. Këtë çdo njeri e ndjen në brendin e tij, sepse kur lind njeriu, lindin aty shmërinë e pastër, por më pas ai njeri e ndron atë natyrshmëri të pastër dhe atë besimin e pastër, bëhet i krishter, apo bëhet xhifut, apo bëhet mushrik e kështu me radhë. Pra natyrshmëria e pastër e njeriut e mban lidhjen me Allahun subhanahu wa taala, sepse kështu njeriu ka dëshmu ala kur ka pas shpirtin e tij të krijuar para 50.000 viteve. Andaj vëllezër, të jem nga ata të cilët i kryjmë emanetet tona karshi Allahut subhanahu wa taala, dhe të jemi nga ata ku thot Allahu në vazhdim, dhe ata të cilët e ruajnë namazin. E ruajnë namazin do të thot e falin namazin në kohën e vet dhe nuk e humbin namazin. Ata do të jenë trashëgimtarët e xhenetit të Allahut azza wa jall, trashëgimtarët e Firdausit, ku do të jenë të përhershëm. Xheneti Firdaus është xheneti më i lartë. Vendi më i lartë, pozita më e mirë në xhenet. Aty janë pejgamberët e Allahut azza wa jall, aty është pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Aty janë sahabët e Abu Bekri, Omeri dhe të tjerët. Aty janë dëshmorët. Aty janë njerëzit e mirë dhe të drejtë. E këta besimtarë nëse i kryen këtë emanet kështu, e falin namazin, e ruajnë veten e tyre nga harami, nga zinaja, nuk i bën shirk Allahu subhanahu wa taala, ata do të jenë banor të këtij vendi. Ata do të jenë ata të cilët do ta meritojnë këtë vend në xhennet. Në vazhdim, Allahu azza wa jall i përmend po ashtu që këtë lidhje e mbajnë ata besimtarë të cilët alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ata të cilët e përmendin Allahun azza wa jall shpesh kur janë në këmbë. Njeriu në këmbë e përmend Allahun azza wa jall me namaz. Edhe kur janë të ulur, edhe kur janë të shtrirë, në vazhdimsi janë në lidhje me Allahun subhanahu wa taala. Andaj Allah i dashur besimtar, përmendë Allahun subhanahu wa taala, sepse përmendja Allahut azza wa jall është prej shenjave që besimtarëve të me bën. Namazin mund ta falë besimtari, por edhe të gaboj ai besimtar, edhe duke qenë namaz. Por ai njeri i cili e përmend Allahun subhanahu wa taala, përmendja Allahut azza wa jall e mbron nga damet, nga haramet. Inna salata tanha anil fahshai wal munkar, wa la dhikrullahi akbar. Me të vërtetë Allahu, namazi e ndalon njeriun nga veprat e liga dhe të këqija. Por përmendja Allahut azza wa jall është edhe më e madhe. Sepse shpesh njerëzit harrojnë përmendjen e Allahut subhanahu wa taala. E kryen
namazin si ritual, si një obligim me trup, por më pas haron me përmend Allahun subhanahu wa taala. E vetëm besimtarët e sinqert e përmendin Allahun azza wa jall. Bëjnë dhikr, përmendja Allahut ku po themi, jo vetëm me mendje, por edhe me gjuhë me përmend Allahun subhanahu wa taala. Me thënë subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar. Lutje tjera që i kemi kur të hymë në shtëpi, kur të dalim nga shtëpia, kur të hymë në makinë, kur të hipim në makinë. Lutje që i kemi kur të rohet dita. Lutje që i kemi kur të bim në gjumë. Lutjet t'i lexojmë kur të zgjohemi në mëngjes. E këto i bën vetëm besimtari. Nëse besimtari këto i lexon me të vërtet dhikri, do të ndaloj atë nga veprimet e liga dhe veprimet e këqija, kështu që ka thënë Allahu subhanahu wa taala. Elusim Allahun azza wa jall në udhëzon në rrugën e drejtë dhe të na falë mëkatet. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Falenderojmë Allahun azza wa jall. Salatet, selamet, ja dërgojmë pa enda pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu azza wa jall: "Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub." Ata të cilët kanë besuar, zemrat e tyre janë të qeta me përmendjen e Allahut subhanahu wa taala. Me të vërtet përmendja Allahut azza wa jall i qetëson zemrat. Këto vëllezër të dashur duhet ta kemi në plan programin ton ditor. Që kur zgjohemi në mëngjes, ta përmendim Allahun subhanahu wa taala. Njëri prej dietarëve të njohur, Ibn Taymi e ka thënë, për dhikrin ditor apo dhikrin e mëngjesit, ka thonë, kjo është ushqimi im shpirtëror. Nëse unë nuk i lexoj këtë dhikr, këtë përmendje të Allahut azza wa jall, më dobësohet edhe fuqia ime. Andaj, besimtari me përmendjen e Allahut azza wa jall edhe fizikisht përforcohet. Një ditë Fatimia, vajza e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, u anku te pejgamberi alaihi salam, tha o i dërguar Allahut, disi flitë dhe me Alin që ma bjerë një shërtore sepse nuk po kam fuqi, po duhet pra me pregadit ushqimin e me bërë buk e punë të shtëpisë, e nuk po kam fuqi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, o Fatime, atë tregoj se çka është më mirë për ty se sa të marrësh një shërtore. Ka të tregom, ra Fatime, para se më ra në gjumë, thuaj 33 herë subhanallah, 33 herë elhamdulillah, dhe 34 herë që plotëson kështu 100 Allahu akbar, pra 100 herë je duke e madhru Allahun azza wa jalla, duke përmend Allahun subhanahu wa taala. Andaj kjo është më mirë për ty se sa të marrësh një shërtore. Kjo të përforcon pra dhikri Allahut subhanahu wa taala, dhe shumë njerëz të mirë e kanë praktikuar këtë thënie të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe është realizuar thënia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe janë përforcuar. Vëllezër të dashur besimtar, nëse pyesim se cilat janë ato shkaqe që në mbajnë lidhjen të ngushtë dhe të fortë me Allahun subhanahu wa taala, do t'i përmendim disa për më të rëndësishme. E para është dituria e mirë e fesë islame, dituria e shëndosh. Me pas dituri, me ditë se çka na lejohet dhe çka nuk na lejohet, me ditë se si të afrohemi tek Allahu subhanahu wa taala. Kjo është ajo që na mban lidhjen tonë të freskët dhe të njohur dhe të fortë me Allahun subhanahu wa taala. E dyta është pra punë të mira, punë të ibadeteve. E treta është besimi i pastër ndaj Allahut subhanahu wa taala. Mos i bësh shirk Allahut azza wa jall në besim. Dhe urdhrin e të mirë dhe ndalimin nga e keqja. E nëse të pyesim se
cilat janë ato mjete që në afrojnë të këto dhe që në bëjnë lidhjen e fortë tek Allahu subhanahu wa taala, ajo është dashuria e Allahut azza wa jall. Dashuria e Allahut subhanahu wa taala, gjë që nuk duhet asnjë dashuri tjetër ta kaloj dhe të jetë mbi dashurinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe frika nga ndaj Allahut subhanahu wa taala. Frika nga dënimi, nga dëshkimi Allahut azza wa jall, e nëse ne i shkelim ato ligje që na ka caktuar Allahu subhanahu wa taala, po ashtu është shpresa tek Allahu azza wa jall, dhe tek falja e Allahut, tek mëshira e Allahut subhanahu wa taala, tek xheneti e Allahut subhanahu wa taala, dhe tjetra është mbështetja tek Allahu subhanahu wa taala. Këto kanë të bëjnë me veprimet e zemrës o vëllezër të dashur. Pra, ta ngjallin zemrën tonë me dashurinë e Allahut azza wa jall, me frikë dhe Allahu subhanahu wa taala, me shpresë dhe Allahu subhanahu wa taala, dhe po ashtu me mbështetje tek Allahu azza wa jall, dhe duke ruajtur veten tonë nga mendjemadhësia dhe nga syefaqësia, sepse këto janë shkatruese të zemrës. Kur shkatrohet zemra, shkatrohet i tërë trupi. Po ashtu vëllezër të dashur, veprimet përmes gjymtyrave, sikur namazi, agjerimin që e keni bë, umreja, haxhi, zakati, sadakaja, të mbajnë lidhjen e fortë me Allahun subhanahu wa taala. O vëllezër të dashur, nëse Allahu është i hidhur me ty për shkak ndonjë veprimi që e ke bërë, për shkak ndonjë harami që e ke bërë, ke shkel ndonjë ligj të Allahut subhanahu wa taala dhe je i penduar tek Allahu azza wa jall, por nuk jeni sigur se ata ka falë Allahu subhanahu wa taala, apo akoma Allahu është i hidhur me ty. Atëherë jep sadaka. Jep sadaka, ndihmo. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, sadakaja në msheftësi. Sadakaja në msheft, që nuk e bën për sy e faqe. E shuan hidhrimin e Allahut subhanahu wa taala. Sigur se që e shuan ujë i zjarin, ashtu të dhe sadakaja e shuan hidhrimin e Allahut subhanahu wa taala. Qëndrimi me vëllezër, me xhamat, është po ashtu e rëndësishme në këtë pikpamje. Allahu azza wa jall na ka këshilluar dhe ka urdhëruar në Kur'an, wa kunu ma sadiqin, qëndroni me njerëzit besnik, me njerëzit e mirë. Sepse qëndrimi yt me njerëzit e mirë do të ndikohesh për të mirë, sikur se anasjelltas dhe kundërta kësaj, qëndrimi me njerëzit e këqij ndikon në sjelljen tënde, ndikon në marrëdhënien tënde me Allahun subhanahu wa taala të dobëson. Elusim Allahun azza wa jall të uzojë në drejt. Elusim Allahun të na falë mëkatet, elusim Allahun subhanahu wa taala të na uzojë neve dhe përmes neve të udhëzojë të tjerët. Elusim Allahun të ndihmojë muslimanët kudo që të jenë nëpër botë. Elusim Allahun të ndihmojë muslimanëve në Gaza. Elusim Allahun të largojë zullumin e zullumçarëve. Elusim Allahun azza wa jall ai të dënoj dhe të ndëshkojë ata zullumçar, ai që është. Elusim Allahun subhanahu wa taala të mëshirojë të vdekurit tonë, të shërojë të sëmurit tonë. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salat. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.